Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në episodin e parë të këtij podcasti. Unë jam Alkidi, Ndërsa unë jam Herdi dhe si episod të parë ne kemi zgjedhur që të lexojmë disa histori të sikletshme nga rrjeti. janë histori nga më të ndryshme, histori që njerëzit flasin dhe komentojnë edhe hedhin shpesh në këtë aplikacion. Janë goxha histori pa sa interesante edhe të sikletshme. Unë them ta vazhdoj unë i pari me historinë e parë. Po, patjetër. Okej. Historia e parë është ngatrosh deodorantin me ngjitje. Oh, gjakash. Një person tregonte se në një mëngjes, duke qenë në gjumë të thellë, mori një shkop ngjitës në vend të deodorantit dhe e fërkoi në sjetulla. Kuptoi vetëm kur u ndje që të diçëm gjatë ditës dhe pa që bluzja i rrinte ngjitur pas trupit. Si e komenton ti këtë për shemb? Shkosh në plagë kuptoj kanë qenë ato ngjitset që i na pasonin ngjitse buzkuq ose ngjitse tubet që përdorshim shpesh në për këto klasa parë deri në klasë 4, a kupton normalisht se pastaj në kursën e garamen më përdor shpesh, po siç është sa për zhvum duhet të jesh. Që ta ngatrosh deodorantin me ngjitse. Vërsh të rënd me ngjitse. Por çfarë ka dësh ngjitsin dhomi herë? Çfarë Po mirë, teoretikisht ngjitsin dhom dori, se s'ka kurrë tjetër se ta lesh në kushi. Çfarë ka hyrë punë ngjitsin dhom? Nëse një histori tjetër thotë, djali që ngatron një funeral me një das, edhe kjo si shabova. Tregonte se kishte marrë një ftesë për një event familjar dhe pa lezuar siç duhet mendoi se ishte një das. Ai që ka vënë kështu si për dasëm. Muri një kostum të ndritshëm dhe solli dhurata. Vetëm për të zvoluar në momentin që hyri brenda se ishte një funeral. E kuptoj, domethënë imagjino kur ka hyrë ai aty mrena, ka hyrë kështu me trashëgime çifti. Ndërkohë gjithë njerëzit që kanë qenë të shajnë. Ku është koktejli, presim koktelin. Ai u përpoq thotë, dilte shpejt, por dikush e ndaloi duke i thënë thotë se gjyshi do të kishte dashur shumë që ti të ishe aty. Koma më siklesh me kjo pjesa tjetër. Se ti je përgatitur për dasëm vetëm për të funeral. Vazhdojmë me historinë tjetër. Mikrofoni i ndezur mbledhi. Një punonjës u fut në një mbledhje online. E la mikrofonin hapur, duke menduar se askush nuk e dëgjonte. Nisi të gondonte me gjithë shpirt, Baby Girlin. Ai shkreti. Pasi mbaroi këngën, një koleg i tha, "Përmand sa shkëlqyer, mund të fillojmë mbledhjen tani." Po. Sigur jena ne këtu, me marrë neve podcastin, po të harrojmë kamerën ne, sa kupta dhe fillojmë bëjmë muhabet e tjera. Ishte është shumë kështu plak, megjithatë është shumë situata e rënda, sidomos kur je me njerëz të rëndësishëm që mbledhje puna valla, mundoj është drejtori, shefi, gjithë aty. Do të kapaj emocione dhe vazhdon ekran me menje se je pushim, a kupton? Ndërkohë si mund të jetë dia i çuni për shembull kur e ka marrë vesh se ka pas mikrofon. Shihet të ndjehem kur e gjova, lejem unë sa që palos se ka qenë dia aty. Histori tjetër thotë, dërgon mesazhin e gabuar në grupin e gabuar. Kjo na ka ndodhur, po thuaj se gjithë ka herë valla. Na ka trosh ti grup mesazhin grup. Grupi çaj janë to grupat e shkollës, grupet e punës. Po. Se po të ngel njëve nuk kishe, nuk ke shans me ato, nuk ke shans. S'ke çaj po. Ose më e forta është se kur e shkruaj mesazhin, edhe do ta fshish, po jep delete for me. For me. Ti pastaj le. Boje këtë chat mos të duk fare apo atë shkolla. Ti ke fare pastaj. Nuk ka zgjidhje tjetër. Dërgon mesazhin e një person thotë tregonte se si kishte dërguar aksidentalisht në grupin e punës një mesazh ku i shkruante partnerit. Po duroj do të më thotë, mezi preste dhe lak rrobat sonde. Pa të keq shefi ti ishte ai që përgjigj i parë me emojë të sikletshëm thotë dhe tha, mendoj që ky mesazh nuk ishte për ne. Po mirë tash, ai që historia e sikletshme valla, po edhe ai ku i paska shumë nga shefi, sa që paska çu, paska ngatrohet grupin. E paska marrë shumë me shef. Ka qenë për gjumë, por se ai pari me deodorant, po se ka. Telefoni hakmarrë. Një djalë shkroi një mesazh me screenshotin e tij, një bisedë ka dërguar shokut të tij, duke bërë humor për dikë tjetër. Çfarë ndodhi? Obvimisht ja dërgoi personit për të cilin po talli. Po. Momenti kur e kuptoi, kur mori përgjigjen, e di që më ke dërguar këtë mesazh apo jo? Po, plago. Paka shumë nga njëta. Ka gjatë sikur hap për shembull një mesazh një personi që të shkon dora, pa fjalë personi e kelon unë gjithë dhe në fiks të çon një mesazh në momentin që ti po e shtyp, edhe do ti hap mesazhin e tij plago të vjet domethënë ta kapsh telefonin ta bësh top. Shumë e njëjta histori me atë që tregove ti, vetëm se kjo që e ka metall me njeriu. Po, që ka me ngatruar. Nuk e di domethënë si mund të jesh të vesh durët në kokë për shembull, të kesh 70.000 person. Edhe t'ja qosh për tjetë person. Sa lloj njeriu mund t'jesh ta ngatrosh atë lloj çoje. Nuk e di sa short do të më qenë, sa i mrapsha do të më qenë domethënë. Po mirë, por gjithkusht e di që e ka nga ai person që të shahet bë kështu. Okej, normalisht që ai paktën e paska zbuluar se kush ka qenë, për çfarë bëjmë ne që si zbulojmë. Sepse shoqëria sot kështu janë, kupton? Sot jep dorë nesër të morin crown, po. Gjithsesi vazhdojmë me historinë e radhës kur thotë që kurse kupton që je në një takim romantik. Ti për shembull, Ti për shembull, je në çik romantik,
del me njëunën ose apo e ke lënë romancën një herë se varet që me këtë No comment, skip. No comment, okay. Përse kupton thotë që në një kim roman, një djalë tregoi se si një shoqe e ftoi për darkë dhe ai mendoi se ishte thjesht një darkë miso. Ai foli gjatë gjithë kohës për vajzat që i pëlqenin dhe për planet e tij për të gjetur dikë, pa e kuptuar që vajza në fjalë përpiqej të tregonte që kishte interes për të. Po ajo në fund i tha, e di kjo ishte një takim ose një date, por ai e kuptoi sikletën e situatës. Domethënë kur i kanë ardhur mend këtij plako, goca i kanë thonë, i kanë zemra, i kanë thonë, se ke për këtë sporti. Domethënë kjo është çik gjë e sikletshme në fakt, gjithmonë nuk dihet kush ta hudhi hapin e parë, ja kupton. Mund të ketë ndodhur edhe ty që pak që pas ka qenë kjo goca që ka hedh hapin e parë, që goca nuk ndodh ndonjëherë ta hedhin hapin e parë. Ku më i qet ta gocë. Vazhdojmë pak me historinë e radhës. Duke bërë sikur e njoh dikë që nuk e njoh fare. Jo, besoj se gjithë e gjejnë veten. Po. Kjo është ekstrem plagë. Një përdorues tregoi se një herë pa dikë në supermarket dhe ishte i sigurt që e njinte. Përshëndeti gjithë gëzim, e përshafoj dhe madje e pyeti për familje. Asa robi mirë. Personi tjetër i udhëtuar tha, më fal, për kush je ti? Po më not shpesh, rasti më i freskët isha me i dasëm. Duhet që në dasëm në këtë kohë. Okej. Jo më se ka dasma, ka. Ndodh, e kupton, nuk kanë kohë shumë, po ka. Nuk kanë kohë njerëzit, duan të martohen, edhe gjejnë. Zakonisht ka se dalim çik shoja shteme, ka iki çik trendi dasmave. Nuk janë të më njerëzit dasma. Nuk është si intereson më njerëzit bëjnë dasma. Koha dasma me ka. Do, ai thot më mirë, thot i marr ato lekë, thot. I bëj pushime se sa të rion të jap thot buk 200 njerëzve, 300 njerëzve që vin dasëm, do ftoj ai, pastaj do hapet ajo lista, do ftoj do dali ke unë xhajës babi. Nuk fol daja me tezën. Janë shumë gjëra. Përzitet daja se hudhet ti lek edhe mos ti hudhur. Po. Jo po nuk pëlqeu lokali, jo po nuk pëlqeu ushqimi, po i ka gjatë. I ke shtëpia, po mos sa të fare, le fare. Më mirë mos bëni dasëm fare. Edhe çon do thoni, ndodh që unë shkoj në një dasëm, normalisht që janë këto njerëz të largët prindërve tanë që nuk na kanë ndodhur një herë më njoh, po çuditërisht ata na njohin neve. Edhe unë isha poshtë, para se të fillonte eventi, po pija i kafe, edhe vje një nga këto njerëz edhe më thot, "Ua, më thot mua Alkidi, ç'kemi si ja ne." Hajde më thash me. Ç'a bona, si qen. Nëse diga emrin, na kupton, rreta si jeta bona, ç'a thot. Tha njëri tjetri, tha janë mirë, lodhesh, mërzitesh, mirë, thash. Po më tha mu. Po, thash se na kupton. Po vërtet janë ça thon. Po më kush jam thot. Po, nuk tha, po kush e më tha? Ishte thash, nuk e maj me në fix, po këtyre pa me më duke që thash, po, kupta, po, ishe shumë situatë. Shumë moment i sikletë shumë është. Ishe qikë. Se s'ke qatë i thush ati aty në ato moment. Jo, tha, se unë jam filoni, tha, nek, edhe të masha me të si ftyrë, po nuk po bëja lidhje. Ta, shti, mu kujtove dhe që gjithë. Rada jote. Bisede sikletshme me mjekun. Bisede sikletshme me mjekun. Në lodhe herë për shemë kështë e bisede sikletshme me mjekun? Të di si janë të marrë men tash, po ta ngjojmë herë ndoshta mos është në një me mjekun. Në Shqipëri vështirë. Herë thot, tjetër përdorues sot tregonte se si kishte shkuar te doktori për një kontroll dhe mjeku e pyet. A e ke bërë ndonjëherë këtë analizë më parë? Ai në vend që ti përgjigjet normalisht e ke kuptoj situatën dhe tha, "Jo, por e kam bërë me dikë tjetër." Duke menduar se doktori po e pyeste për provojat e tij personale dhe jo për analizën. Erse që pasoj ishte pa fund, më thot. Mirë, tash varet ai ndoshta. Mirë se pas ka pas. Çfarë lloj doktori ka qenë valla? Po, pas ka pas menje të keqe ky çuni më platë. Pas faje. Varet. Mos ka ngatru doktor, ka i zemrës në vend se me ik me ndaj doktor tjetër. Po, inshallah. Ka bëu pyetje. Inshallah s'ka qenë kështu doktor që ta merr për keq se valla këto doktor do mos Shqipëri. Figin. Me vërtet që të figin janë shumë të këqij. Historia tjetër është pantallonat e liga. Oh. Çfarë mund të kuptoj që janë pantallonat e liga? Si do pantallonat e liga? Ja ta ngjë. Break the liga. Një burr tha se ishte në një takim romantik dhe vendosi të impresiononte partneren duke bërë një lëvizje elegante. Mos. Për të ulur në karrike problemi. Pantallonat ju grisen nga mrapa me një zhurmë aq të fortë sa të gjithë u kthyen nga ai. Po. Në përpjekje për ta fshehur tha, ishte një planifikuar si një pantallon me aerosje. Sa e sikletshme mund të jetë plagë, sidomos ti je në një takim romantik e ti kesh bërë gjona aq përsosura në takim, a kupton, të kesh bërë drita çdo gjë, domethënë në një takim romantik. Gjithë të mundshme.
Ta kesh bë perfekt, domethënë. Perfekt, nuk ka asgjë që më shkoj keq. Në moment që ti je të ul aty për shembull karike me atë gocën, Ja, ishte pantallon. oh, Nuk e di domethënë. Oh. Gjitha investimet dëm, nuk e di çfarë mund të thuj sa fjalë, çfarë mund të bësh në ato momente. ose kur je për shembull që e bë gati për një takim ose për një dark, për një gjë, e përgatitja vesh e bue ktheja e ne, do ti bi njom trige, Po. që te trigën e ke bleja apo stafat për atë lloj takimi, Po. edhe nuk ka bir non e lavatrice, me ta Që ta heqet heq njo. teatriket. Lavanderia, si gjo që ta merr përsipër. Ne do detyrohesh të vesh një nga ato top 3 outfitet që kemi në çunet a kupton? Se nuk kemi çfarë me bë tjetër. Po, ato të përhershme. Një histori. Paga shumë, s'na kanë shumë me u kres tuta, po ja i rast konkret për shembull kur isha para një 2 ditësh në Tiranë, po rija në trotuar, po prisja i shok të vinte të merrte me makinë. Po rija në trotuar vetëm ku kalon njëri se ishte sa kishte ra shi, a kuptoj edhe ishin kështu pellga u. Edhe vetëm kur kaloi njëri me motor, po kaloi kështu shpejt fare. Ka bo shu, ka tuta të dhe, për që isha afër shtëpisë, shkova ndrova direkt. Po, Nuk e di domethënë. gjithmonë shumë keq ashtu. Shqyrëm për vete kur shoh që dura shi, ja, larg, sa më larg Trotuare, trotuareve, sa më mos e larg lapa, trotuareve. Mos më nejt afër pellgë me ujë. Se e di se nuk përfundon si mirë. Një histori tjetër thotë, ku ngatron njerëzit në Kur palestër. gantron njerëzit në palestër, Palestër, po, palestër. Çuna. nuk e di Egur domethënë. tek Ti merresh me pasioni. palestër, ti mund të njohësh më mirë Po, okej, normalisht. U bo, kena boja i muj skip, po nuk ka problem sa do rikthehemi pra. Do rikuperohesh. Do rikuperohemi normalisht. Thot, një tip që tregonte se si po i afroi dikujt në palestër dhe mendonte se ishte shoku i tij. I ran shpatulla me forcë dhe përtite. Do bëj muskoj apo jo? Shkova zamra, do bëj muskoj apo jo? Kjo ndodh shpesh. Te Edhe- dia ka ndodhur ty. I ka thonë, vetëm për të kuptuar thot si ishte një juaj, e pa të merr, thot, u kthej çuni huj kështu, u kthej. Edhe i ke pa ka thonë, do të bëu plakë. Ku pas ka gjetë kënd palestër, aty janë gjithë me muskë, as ke çaj bë aty. Sa s'ke çaj bovur, po i ka shku ai, e kuptoj, kredi, kam pasi trigës në palestër, shu janë gjithë i lloj. Po. Me brek shkurtra, me trigë, me Gjithë kanë sa i po, atje. sa. Ja kam qiell. Me më bëj. Ti do e kesh ngatruar ai person kur ose në klasë ose në shkollë, Ndot, ku ndot, kishe. okay, po, normalisht ndot. Duroni mirë domethën për herë, një person ose jo, që Para se është të ai bëni apo jo, diçka. se do lënë xheste kështu. Dhe se ka një gjë, okay, po mund të bjerë edhe një tip që unë lesh, s'do merrni vesh. S'keni çaj bën në fund. Se histori tjetër është Pusjeqja e çuditshme në funeral. Para çusia e historia që theti shpart. Një person tregonte se ishte në një funeral dhe për shkak të ankthit kishte tendencën të buzëqeshte në situata të rënda. Për dikush i tha, është e trisht apo jo? Ai në panik total e ngatroi përgjigjen dhe tha po, është shumë qesharake. Dhe më pas tentoi të fshinte fytyrën nga trupi. Thot. Nuk e di o plak, po më ka ndodhur në mua kjo. Kam qenë me nai funeral, a kupto? Sidomos kur je me nai shok ose me nai kushëri që e ke kështu afër, a kupto? Siç jeni të ne gjithë kështu serioz, a kupto? Ka të Edhe- qeshme atë, ka edhe të kthe- qeshme momente po. serioze. Edhe kthe kokën shabat kushërinin që ai është net kështu, a kupto? Atë ka veshje aty. Do të filloni të dy të qesh me si funerali, shumë si klesh me si histori. Di që më ka ndodhur më herë me funerale, nu me një restorant, Ta. më para. Edhe bonin kështu delivery për këto funerale që hajnë drejt njerëzit kur vdesin. Ta. Ato çanov. Ishim ato kazana të mëdhej me oriz, me normalisht këto që ka duhen. Po. Unë kisha pilaf. Me pilat. Edhe shkojmë neve, fudemi. Dhe ma të moment, plak. Ishte të çu Dorë ta- porothin ti? Po, ishte me kazon dorë, do ata heq, do fut. në Ato shtëpi. të mëdha, Po, ato gazonat e mëdhej. Edhe normalisht se të kape qeshmja. Normalisht. po. Okej, normale nuk është, po Po ka disa raste që të kape qeshmja dhe nuk ndalo dot. Tash çfarë bënon? Ishte korridori i drejtë, edhe ishin dy hyrje. Një ishte majtas, edhe djathtë. Po. Ne. Më thotë ky kolegu, se shpejt që gjasme, marrim punë të ikëm sepse Po, normalisht alo. edhe njerëzit edhe rrëmujë gjona. Tu hacun, Topi edhe pilafi. i them asaj grus, them një nga ato gratë, më thënë, se nuk i Po, që njeh. ishin atë Them si e, pushëllime, do ta vendosim pushime. ushimin. Edhe thot, po thot ke dera, thot majtas. Okej, them unë shkoj unë ke dera majtas. Kur shoh plagu aty dera majtas, unë ishte burri huj këtu. Tek. Oh, plak, kur ma kputa i kolegus, unë u preva herë, unë ngela kështu. Normale po, Normalisht, gjë e po, papritshme. E kuptoj, është njëri u vdek. Normal. Edhe
Thot mu, heca zemra, heca se ka marrë punë, nuk ka bukë, thot. Ka me qeshja, do futi kraut, se kishe nga truaja, me thonë djathas, Ishte dhe në ishte fut majtas. Po futëm aty djatha se plak pastaj lam bukën, o, shok, kam qenë të plas nga e qeshme, po më diqen lot nga syt, kujtoheshin rob se më të shajt në unë për atë që kam zek. A ju këto, a lash atë punë, thash se nuk jam për këtë punë, plak, jam. Trova, Mirë, më fakt, nuk duhet më thonë kështu në tilla raste, po... Okej, tash kur të kap, pa kupto. Normal. Flasim atë që... Janë gjona që si nalo do të dha. Flasim atë që ho. Intervista e gabuar, thot. Një person tregon se kishte aplikuar për në punë dhe ishte thirrur në një intervistë në Zoom. Po, Online, se s'ka pas kohë me shku kështu. Hyrë në një thirrje, thot, filloi me një herë të prezantoi me shumë vetbesim duke treguar përvojën, aftësitë e tij, unë kështu, unë ashtu, unë bëj këtë. Pas disa minutash, një nga intervistuesit i tha: "Më falë, tha, por ju kush jeni?" Thot, "Ky është takimi i javor e ekipit ton." Ishte futur në huj meeting kështu pa dashje fare, e kuptoj, e kishin thur linkun. Doli thot që ishte futur në kodin e gabuar të takimit, thot, dhe kishte bërë një prezantim epik para një kompanie që s'kishte pikë lidhje me intervistën. Po mirë, po ata e kanë gjuhë kështu ato me kurrishte. Kush ro ky, ço tu thon, i ka thonë kurse. Nuk ndërpritet tjetër kur ja të fol. Respekt është respekt. Po tash është siç jena ne të bëu këtë këtu. Për shembull, ty njoni këtu mrena në studio, e të filloj të folaj. Çfarë do bëjmë ne, do rim ta shohim, mos ja fut këtë dha pritet tjetër. Ja, për respekt do ta ngjojmë mirë ti ka për ton. Në fund fare mas e lëndaj gjysore të fal. E diskutojmë. Shohim çfarë do bëjmë, Ktu jemi. Për përshëndet dikoj që s'po të përshëndet ty. Një djalë po ecte në rrugë, kur ti ngush përballë ti, ngriti dorën për ta përshëndetur. Ai buseshi, ja ktheu përshëndetje dhe madje i tha: "Si po ja kaloni?" Mirë, si kalon. Pastaj kuptoi që personi po përshëndeste dikë tjetër pas tij. Po, si për të bërë situatën më keq, për të dalë nga situata, ai vazhdoi të ecte dhe u shtir sikur po fliste në telefon me dikë që nuk ekziston. Skema telefonit. Alo, po. Kur të kaluam ai bën ose kështu, a kupto hap për herë telefonin, kot kështu rrisha foto. Të skeça bë. Ka qenë histori me këtë telefonin, ka qenë ajo koha që ka pa dal burger në Shqipëri, normalisht për një shqiptar nuk po them për gjithë, ndoshta marrë edhe për ofendim. Thjesht kur i tha ti kem hajmi burger, ta thua më plagët, hajmë 5.000 lekë burger. Okej, a kupta, nuk është se pa hapër di, da hash i herën 5 ditë, da hash i herën 6 ditë, nuk ka se problemi, thjesht për shok. Edhe do që shkoj me një shërin tim të largët, ta një nga këto burgerat kur u hapën asaj koha. Edhe i tha, mati ta shkojmë ne burger, ne këni, që do hash i tha më ne këni, thot ma merë që dush, ta se normalisht asun atë se kishim i den. Po, se sa kishin dalë? E burger, a kupta. Ishim në më zemra su faqe, sanduiqa, aty ke shkolla, sanduiqa gjona. Okej, shkoj, jo, tha si i paguju në ne këne, tha, okej, do shajt dhe futën, sa bëjnë to 25. Shkojmë ne, shef aj, French fries, 3.000 lek, shef, pakot vogël që janë to, shumë si bje, vogël i shumë. Zemra, që janë to që vi me thot, me 7.000 lek, thot, dy patate, thot, a edhe mërike, thot, i fusin me soflashe. Si dalin, thot. Pre, thot, sa kam unë i skem, thot. Telefonin! Pa. Ha zemra, hajtë se herda. Ja i se kom të polemi. Të më marrin telefon. Ja ne, ke ishte skema me telefon që edhe kjo pas ka bu mirë, okej. Duhet fut në funksion kjo si. Po, në përdojë, për ditë. Do mi u shpang rastave. Histori tjetër, thot, kur ke besim të tepruar në GPS. Po, sidomos njërë këtu në Shqipëri, atë GPS i kena ne më mirë, pyet rob që shive fotomatas, djatas, ke kafja remës prej aty, se sa... Ja, ato rrugë nuk i njetë fare. Ja, me besu Google Maps në Ja, Shqipëri. biletetet të ashti aktualisht që po flasin neve, Google Maps për shembull nuk e kanë nxjerrë unazën e re, që është bë. Po, kur jemi në Google Maps të unaza re, nuk e merr fare, e merr sigurisht si për shtijave. Me kështu të vetë të rrugë. Thot, kur ke besim të tepruar në GPS, përdërues tregonte se ishte duke përdorur GPS-in për gjetur adresën e shokut. GPS-i i tha, arritet në destinacion, ai pa një derë të hapur dhe hyri brenda, duke përshëndetur njerëzit në shtëpi, si të ishte në vendin në duhur. Se ka lut mirë. Ka lut mirë. Ndërkohë ato të e pa kështu. Edhe kur pa fytyrat e tyre, thot, e kuptoi që kishte diçka që nuk shkonte, thot. Se nuk po prishin ata njerëj, e kuptoj, po ky ka hyni. Dhe më keq thot akoma, thot, ata ishin në një mes të një darke familjare. Ata vaj ulo, më të vetë me. Vetë not ulesh. Po mirë, sa besim pas ka pas ai edhe.
Ku kanë nxjerr Google Maps direkt e shtëpia, ka shku ka hyrë mrena. E në dera ha, atë do të thonë futu. Ti merr herë shokun në telefon, valla erdha. Ato daç ke dera as do dalë. Minimalisht se kena bezdimet marrë telefon, minimalisht shkruaj mesazh. Arritën. Kur ke një ëndër shumë reale. Një përdorues tregonte, m'fal. Kujdes me ëndrat, edhe po e pasin të bo njerë me thonë shurën. Në ëndër mos e bo në shurën se keni ta bo kravatin dhe. Zoni! Ka që gajnë gjumë të amo mësaj. Një përdorues tregonte se një mëngjes u zgjua dhe i tha të dashurës: "Më vjen keq të lash veten me dinozaurat mbrëm." Ajo e pa me një fytyrë të habitur dhe ai kuptoi që i kishte përjetuar ëndrrën, aq fort sa mendoi se kishte ndodhur me të vërtetë. Me dinozaurat të flek. Ka pa ëndër, a kupton natën, ka pa ëndër kështu, sikur ka qenë nusja e këtij me dinozaura. Kur shumë mëngjes i ka thënë nusës: "Fal që të lash mend të zi me dinozaura." Ja, shkuenja, hop kaga. Më vërtet janë ka herë të sa ëndra që duken shumë reale. Të duken me të vërtet shumë reale, kupton? Që janë atë kjo pjesa e ëndrave, ai besoj janë disa kështu, si quhen hipokrita, jo, si quhen to pjesën. Ti beson to se çfarë janë ca gjona. Ke parasysh kur del gjarpi në ëndër. Aha, bestytni janë si gjona. Si thosh bestytni, gjë e tillë që thonë në. Po, ai beson ti këto për shembull. Kanë shumë i përdorin to të vjetrit më shumë, a kupton thon. Ti se çfarë janë ca që kur shef gjarpin të prishet në ëndra, nuk e di se si janë. Si prej thojt natën se është keq. Është keq, ta pastaj janë. Unë si besoj për vete. Se di, nuk është se më ka ndodhur më herë që të kemi, kam gjuar dhon gjyshe ime më thot shpesh këto, jo buka, jo mos shin notën, jo. Mos e shkund atë mulesën e bukës natën. Janë shumë kështu, po se di, më duken ndoshta pa kuptim ose aty ka qenë koha që atëherë kështu rreshin njerëzit të bukur. Po, se historia tjetër është përplas makinën në momentin më të keq. Si mund të ketë moment të mirë plak kur e përplas makinën? Në momentet të këqija janë. Do, në momentet të këqija se mund të jesh nis ti për shembull me një vën, një vonë, edhe më të moment e kujtë makinën e vërtet. Dhi fare situatë. Një person tha se një herë, ndërsa po përpiqesh të dukej cool para disa vajzave, Po. Aura minus 5. Unë mbështet me makinën e tij dhe bëri sikur po fliste në telefon, por nuk e kuptoi që makina ishte në përsi dhe kishte harruar frenat e dorës tulur. Ajo filloi të lëvizte ngadalë derisa u përplas lehtë në një pemë. Vajzat shpërthyen në tërqeshura ndërsa ai donte të zhdukej nga faqja e vet. Pas ka humba aura. Aura. Pas ka Nuk e di aura tog. Atë kanë ndonjëherë ku ke dashmi ran syna njëonit ose nuk është të thonë vetëm gocave, a kupton, kur ke dashmi ran syna herë për mirë, po të ka ndodhur e kundërta. Hera për keq. Po, vërtet, sa herë përpiqesh për shembull që Pir sy për mirë. Bësh kështu si shkallët para të tjerë ose të bësh një gest në gjë, për herë të ndodh që del një gjë e keq. Sikur të shef Zoti, nuk e di sikur ta vë për inat. Sikur një energji që për herë ta prish atë që do më bë. Në rast që mund të ketë ndodhur. Ka ndodhur raste për shembull që shumë me përplasje makina apo? Me makinë, po, me makinë ka ndodhur herë. Kur ke dash me dal mirë? Kam qenë me një shoqe, normalisht kuptohet. Shoqe. Ka nevojë për pip aty. E përsëris, po. Edhe po filloi të bëja kështu si shkallë në timon normalisht. Kisha makinën time, atë gadën e rrezikshëm. Tu borrat 2-3 herë kështu, dhe jepja gaz me një time të bëja driftën. Po. Edhe ishte i grop aty, po ishte ora 11 të natës. Normalisht edhe shoqja ime ishte pa leje. Edhe tu bë drift. Drift ishte me timen, a kupton? Do që bi goma në grop edhe çahet. Edhe mos. Pati më mirë që kam një shok gomist. Në 12 natës, ha? Shoku më në kod vështira. Shoku më në kod vështira, ka vërtetuar. Fjalë në net. Se di, që po shef. Falenderoj. Big respect. Po. Falenderoj. Si përfundim? E goca vënushum? Ishim edhe larg shtëpisë, domethënë. Tash ja vlla, ti the shoqe. Mos ndalni llogarit. Shoqe në 12 natës. Po më tash shoqe se është çështi. Por e kuptoj, jemi vitin 25. Skip. Edhe të vazhdojmë, klasë ishte në larg goxha, ishim goxha larg shtëpisë, larg qytetit, a kupton? Ç'po tepër, shoqe larg qytetit. Në base po bonim xhiro, normalisht ishte më i dark, hungëm dark, pastaj po ktheheshim. Edhe mos e merresh personale. Edhe plasi goma e makinës.
Ta erdhi shoku punu i orë, edhe i orë do të rruga mu kthy. As kisha ai gomë rezervë makinë. Kisha gomë rezervë, unë makinën time e kam benzin gas. Gomë rezervë. Ta push besha i gjandi gazet. Tashi vetëm me gomat, pagash e marr aty drejt çik vend nuk ka problem. Për raste të veçanta. Shumë kanale Edhe dhe mund. ndroj gomë shëshyr aty. Vetëm të unë kam ra me motor. 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 Po. Që na shen me kushe, të bosit bukur, kështu a kuptosi. Unë kam shen pasagjer. Valentino Rossi Po. 2.0. Të bukur kështu a kuptosi pilota i kusha, i kisha i kushe, të bosi pilota aty në motor. Tu hedh shpejt a kuptot, tu mor kthesën, mund në kulmin e kthesës ishte i grop. Bua i Një kështu a kuptot, me motor a kuptot ull tu ai. Vetëm kur ja kputa asaj gropës, e kthe timonin, e kena shku kështu. Rëshki të plano, ato që më njofin e dinë e kam pasja 3 muj komën në që këthe nga dora gjithë gjak. Po nejse, kaloj. Kaloj çik justifikimin që i thet shtëpis. Ku e vra? Kamera nga shkalla. Po, si kamën qitë ke shra nga shkalla dhe ke thi komën. Vetëm ajo dhe gërvisht të thjesht edhe as me shkallë, as me Do aishte. thonë gjak komplet këtu, gjuri këtej, koma në alqit. Kamera nga shkallë. Asnjëherë s'kam thy kështu duar kohë, me vërtet. S'm ka ndonjë herë që ty. Më mirë. Gjora më e bezdisë është alqiu. E di domethënë. Sidomos në kom, se nuk lëviz as lloj gjë. Nejse. Se dolim pak jashtë Mendoj teme. se ka ardhur koha që të mbyllim episodin e parë të këtij podcastit. Faleminderit gjithëve atyre që ndruan deri në fund të kësaj video. Faleminderit atyre që s'qëndruan deri në fund, s'ka Po. gjë. Respekt. Si, faleminderit që morët mundimin të shikoni episodin e parë. Për ne është një vlerësim sado pak njerëz mund të Besojmë që këtë pëlqyer si video. Se si ju ftojmë që ta ndiqni edhe në video të tjera në vijim, pasi ky podcast është një projekt që e kemi marrë me shumë dëshirë. Edhe mendojmë që të dalin diçka e bukur. Sepse jo mund ta suportoni gjithmonë me një like, një koment pozitiv Ose subscribe këtu lart. ose subscribe. Po. Faleminderit. Nga unë Alkidi, mirupafshim. Nga unë herdi.